Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elena, sot nisim një vlog të ri edhe unë jam jashtë edhe po ju bëj intron time ndërkohë që jam te dhomat e provës edhe po pres Devin të dalë se po provonte deri tani disa robka. Më dëgjojnë edhe njerëzit, s'ka problem, it's okay, një jetë kemi, pse jo. Kemi erdhur në një qendër tregtare sepse unë kisha një fustan që duhesha të ndroj nga Bershka, të cilën e kishte bler motra ime kur ishte në Greqi edhe nuk arriti ta ndroj të marrë diçka tjetër se nuk i bante. Edhe më tha mami, shko ti bli çat duash. Unë i thash mamit, shko ti bli çat duash. Edhe ndrojet se mami e kishte bërë dhurat motrës. Po mami tha unë vajta në Bershka, nuk gjeta asgjë, kështu që më tha shko ti ndroje. Edhe unë vajta e ndrova edhe pastaj normali që vazhdoam edhe me dyqane të tjera. Kam hyrë deri tani në Stradivarius, në H&M, edhe tani jemi në Zara, po provon Devi, unë nuk kam vajtur akoma te seksioni grave, po Devi ka gjetur shumë gjëra të bukura. Sa erdha në shtëpi edhe dua tani të laj pak fytyrën time edhe të nisem përsëri sepse në orën 3:30 kam takim për pastrim fytyre. Mua më kanë dalë disa puçra këtë kohë këtu te pjesa e mjekrës. Edhe me sa di unë, me sa më kanë thënë, janë hormonale këto që të dalin këtu. Nuk jam edhe unë 100% e sigurt, nuk kam vajtur në një dermatolog të më thotë ke këtë, ke atë, ka ndodhur për këtë, ka ndodhur për atë, por barabart unë kisha në plan shkoj për një pastrim fytyre, shkoj çdo 6-7 muaj diku atje, sepse mblidhen pa pastërti te porët edhe duhet të i pastrojmë. Kështu që duhet të nisem për atje për pak, por thash t'ju tregoj një herë, me që jam këtu, ç'a mora në mall. Atëre në Bershka që vajta ndrova atë fustanin që i thash të motrës, edhe kishin ngelur disa oferta të fundit në Bershka, po nuk vdiqa me ato që kishte, edhe gjeta pastaj këto xhinkset. Që kanë shumë bukur Elena. Ja, edhe mami erdhi. Unë nuk i gjeta këto Elena. Nuk isha me. I gjeta këtu, nuk ishin me ofertë, ishin koleksion i ri, po kisha nevojë për një palë pantallonka të shkurtra, nuk janë shkurtra fare, se ato të shkurtrat fare nuk i veshma, nuk më pëlqejnë më. I kam hedhur të gjitha që kisha, edhe përdor vetëm këto. Janë shumë bukur në trup edhe i mora. Ja ti shikoj që nga për unë. Na, shikoj ti. Por Sa pas ishin këto Elena? 25. Edhe unë i dua këto Elena. Edhe ti do. Edhe pastaj vajta një xhirë edhe në Stradivarius, e gjeta këtë bluzkën këtu, të cilën i kisha parë ishte bërë virale në Zara. Në ngjyra të zezë edhe besh më duket. Po kur e pash në këtë ngjyrë këtu, mov, lila erët. Rash në dashuri, më pëlqeu tepër shumë. Kam nisur po shikoj disa TikTok me disa goca, nuk e di po ju kanë dalë, të cilat kanë një libër të vockël, edhe ka atje kombinim me ngjyra. Si kombinojnë ngjyrat, domethënë kombinimet perfekte për ngjyrat. Edhe kam parë shumë kombinime me këtë ngjyrën këtu, edhe mezi po pres të shoh ç'a mundem të bëj, se e kam parë që e veshin edhe me kafe, edhe me boqel të hapur e kombinojnë. Pastaj do ju tregoj edhe robët që mori Devi nga Zara, sepse haroi qesën e tij te makina ime, kështu që thash unë pse jo, do i marr lart t'ju tregoj edhe për bura, sepse mbasi ja shikoni diçka për të dashurin tuaj dhe do shkoni pastaj të merrni edhe ju. Pse jo, why not? Kishin ngelur disa copë të fundit në seksionin e burave te ofertat. Pse thua mbase shikoni diçka për të dashurin tuaj? Mund të ketë edhe çuna që të ndjekë, nuk ka. E ke kanalin vetëm për vajza? Nuk e kam kanalin vetëm për vajza. Po është e di ç'a e di. Po është shumica, domethënë te statistikat që kam, shumica janë femra. Janë femra edhe prandaj e them kështu. Po edhe çunat që më shikojnë, normale mund të duan diçka të blenga këto. Po. Vajzat jo vetëm për të dashurit, për vëllezërit. Për vëllezër, për babat. Baballarët, jo babat. Baballarët, më fal. Do filloj me këtë bluzkën këtu, e cila është me mend të shkurtra e thjesht. Edhe ka këto detajet këtu, blute, qafe edhe çka shkruan këtu. Nuk më intereson edhe shumë. Kjo kushtonte 13 euro.
shumë mirë, shumë nice. Pastaj mori këtë këmishën këtu, të cilën duket ja u tregove dhe që para të veshur që i kishte, i rinte shumë bukur. Edhe tani që ishte nxirr, i shkonte akoma më shumë kjo ngjyra këtu. Edhe i thash do jetë perfekte me këto jeanset që mori pastaj të bardhat. E bardha me kafe, sidomos te çunat më pëlqejnë tepër shumë si kombinim, duket shumë elegant. Gjeti edhe këto jeanset këtu, të cilat janë jo të bardha, janë si tip krem këto jeanset, kanë edhe xhepa anash, edhe janë kështu stil e gjerë. Shumë cute, shumë të bukura, këto kushtonin 13 euro. Edhe këmisha kushtonte, se harova, 16 euro këmisha. Pastaj do vazhdoj me këtë bluzkën këtu, të cilën sa e pash e gjeti Devi, edhe më tha të pëlqen, edhe sa e pash thash këtë do e marrësh. Më duket ishte nga më të bukurat që gjeti sot. Është kjo bluza këtu, e cila e provovi edhe i rinte fantastike. Më kujton shumë Pinterest. Nuk e di si ta shpjegoj, shumë estetik, shumë e bukur. Ka edhe një material të lehtë, është tani për behar domethënë, 13 euro. Fantastike. E pastaj në fund gjeti edhe këtë, e cila është për dimër. I shkojnë shumë David këto që kanë zinxhir këtu të qafa, si tip V. Edhe ngjyra shumë e bukur, blu e errët. Kushtonte 13 euro. Domethënë të gjitha shumë të bukura, shumë të lira. Çunat janë me fat sepse kishte mjaftueshëm shumë gjërat te ofertat të fundit, se nuk ishin ikur, se nuk blejnë shumë çunat. Kurse vajzat kishin ngelur 5 copë atje, edhe të gjitha ishin të hedhura, ishin të ngatruara njëra me tjetrën. Shkoj edhe burrave, ishin të gjitha në radhë. Shikoj atje mundesh të kapi një nga një, te vajzave duheshe të kërkoje poshtë, të toka që të gjesh ndonjë gjë të bukur. Edhe nuk kam atë kam kuptuar, nuk kam nerva të rritë kërkoj. Prandaj shkoj te Stradivarius, te Bershka, te H&M që janë pak më të rregullta, te Zara Vietnami çdo herë që hy. Edhe këtu ishin të gjitha, do i mbledh, do i vënë për vende, edhe do nisem për atë pastrimin, po, se do vonoj. Nuk mundem të më shoh. Jam bërë shumë keq mbas këtij pastrimit. Më tha edhe ajo vajza që më bëri që kësaj here e jam mbushur me puçra të vogla, kështu që do kesh më shumë shenja. Sot edhe nesër më tha. Pas nesër do fillojnë edhe do zhduken. Po dita e parë gjithmonë më duket absurde, nuk mundem të shikoj fytyrën time pas tyre. Nuk mundem, edhe tani duhet të dal përsëri sepse unë u ktheva në shtëpi, hëngra bukë shpejt e shpejt, bëra një kuskus, edhe ndrova rrobat se isha djersitur, isha bër ujë në djers, se kisha marr makinën që të shkoj unë atje, edhe unë me makinën ju kam thënë stresojmë, edhe derisa të gjej parking, derisa ta parkoj makinën, isha bër ujë në djers, ka edhe shumë vap sot, po të tipit plasa, edhe do ik përsëri nga shtëpia sepse mami ka një takim. Kemi vënë të gjitha takimet e estetike brenda ditës. Mami ka pranuar të shkoj të heq, si quhen, prisni. Se nuk do shpjegoj mirë, prisni. Ma, ç'a do shkosh të heqësh sot? Të njollat kafe që kam. Njollat kafe, po. Unë kisha parë një video në TikTok në të cilën tregonte një vajzë e cila është shqiptare dhe ka hapur biznes këtu në Greqi. Pash që kishte një laser të cilën e përdorte për ato njollat kafe që ka dhe mami në fytyrë. Mami ka shumë për shembull, edhe tregonte që e zhdukte atë njollën, edhe thoshte që jo thjesht e zhduk, por nuk del më. Tani unë nuk e kam parë ndonjëherë tjetër këtë gjë, këtë laserin. Po do shkojmë të provojmë sot. Çmimi sa ishte mami? 200. Po. 200 euro për gjithë fytyrën, kështu që po vërtet bëri punë, je super vjen. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate.
Jemi të dyja tani me lëkurat shkatruar. Lëkurë. Po unë jam më keq, Elena. Po ti je më keq. Ku lëkura fare në për ato shenja. Ka djegur lëkurën, kjo ishte mënyrë. Jo djeg, që e shpon. Disi e shpon edhe djeg disit, se nxirët edhe pak tym. Vinte edhe të djegur, po. Edhe tani është gjitha plaga në gjithë fytyrën mami. I tha që këto duan diku te 1 muaj e gjys që të bëjnë, do me thënë, tamam. Ato që janë plak do bëjnë roz pastaj do bëjnë të bardha, edhe disi avash do marrë ngjyrën e lëkurës tani. Po do ko, si një plagë. Është tamam si një plagë, kur vritesh, kur pritesh. Edhe mami ti djeg tani gjithë fytyra. Tani më djeg, tani më vjen ta fut kokën në akull. Pa ajo më tha për 24 orë as ujë as një gjë në fytyrë, vetëm kështu me këto pambukët e pastra. Shkori poshte kondicioneri, hape kondicioneri dhe ri nga poshte të fryer. Po, asu nuk mundem të shoh. As veten time nuk mundem të shoh, as mamin. Edhe ti miri Elena. Elena mos u qaj. Nuk qemi. Ti je në rregull. Në rregull për ty, për mua nuk jam, po s'kam që bëj. Po ndroj pak tani çarçafet e mia, sepse edhe unë edhe mami na thanë që duhet t'i ndrojmë, unë nga pastrimi, mami nga atë që bëri. Edhe duhet t'i fusim për të larë, të vend të reja, që të jemi të sigurta që nuk do infektojnë plagët që kemi. Edhe pastaj duhet të laj edhe pak furçet e mia, ato të make-upit domethënë, sepse më tha ajo vajza që më bëri pastrimin që është okej që nesër të lyesh, nuk ka problem. Thjesht duhet t'i lash të gjitha që të jesh e sigurt që nuk ka mikrobe, larg gjëra e që të mos të hynë te poret të hapura. Kështu që do i laj edhe ato të jemi të sigurt pastaj. Po kërkoj për një hidratues fytyre, të cilën do e ve në mëngjes, por duhet të ketë teksturë të lehtë, sepse unë kisha një tani koreane që po përdorja, po më the dhe ajo që diçka përdor të lëkura jote që është shumë e rëndë, e i thash mbasi është hidratuesi që kam, sepse e ka teksturën shumë të mpiksur, si ta them, nuk e di si ta shpjegoj. Duhet diçka me teksturë më të lehtë tani për beharin, se edhe ajo atë më tha, lëkura jote ka nevojë për një teksturë më të lehtë. E nuk e di qa hidratues duhet marrë, nuk kam hidratues, me pak fjalë. Edhe është nga kremret që duhet të përdorësh çdo ditë, kështu që brenda ditëve po mendoj të shkoj të gjej diçka, po keni ndonjë rekomandim të mirë, më thoni, po keni provuar diçka. Idealisht do desha të jetë edhe për lëkurë të ndjeshëm. Nga dita tjetër, me flok pak më të bukura se sa dje, edhe dua t'ju tregoj pak gjendjen e lëkurës time, cila është disi kështu momentalisht. Sigurt është më mirë se sa dje, sigurt, 100%. Po normale kam akoma shenjat të cilat ishin mjaftueshëm më të kuqe dje, sot pak më mirë, por më tha ajo vajza që mundem të përdor fondatin sot, kështu që do e përdorim më vonë, sepse kam të shkoj edhe në kërcim pastaj, edhe nuk do desha të dal kështu nga shtëpia. Tani do më thoni ju pse, do ju them unë nuk e di. I kam këto probleme të kokaime mbase. Nuk është që është e nevojshme, po unë kështu e kam tani. Ndërkohë kam vënë edhe te lëkura ime një krem, të cilën e bleu mami dje, atje ku vajti të bëj atë laserin për njollat të kafe që ka. I sugjeroj ajo vajza dje që bëri laserin mamit të përdor një krem regenerues. Tha ajo që kam një këtu, po do ta shikosh? Edhe mami e mori, kushtonte më duket 20 euro, ishte një vockël kaq. E përdora unë të lëkura ime, dje në darkë, edhe bash që sot u zjova më mirë se sa dje. E thash do e ve edhe tani, e kam vënë tani në lëkur, por duhet të vazhdoj edhe me kremin e diellit, sepse s'kam vënë krem dielli, edhe duhet me patjetër çdo mëngjes ta përdorim kremin e diellit. Edhe porosit edhe unë tani një krem regenerues, e gjeta në një farmaci, edhe është edhe ajo që porosita unë regenerues për lëkurën time, të shohim si do më ri, kur të më ri, do ju them, do ju bëj review. Duket është nga brandi
La Roche Posay, edhe ka emrin Cisaplast. Duket? Nuk e di po e them mirë apo jo. Po e keni provuar, më thoni po ju ka bërë puna apo jo. Ndërkohë në dark unë fjeta me këtu në kohë, të cilat i vura që të bëj kaçurelka pa përdorur nxehtësitë e flokët e mia, por nuk vajti shumë mirë. Njërën atë që kisha poshtë e hoqa, sepse nuk e duroja në dark, u zgjova nga gjumi dhe isha në një pas edhe hoqa të fundit, e ngelen vetëm kjo që kisha vënë mesi dhe kjo që kisha vënë këtu lart, kështu që gjysmat kanë dalë kaçurela, gjysmat po okej, s'ka gjë. Të paktën nuk jam si e çmendur, thjesht tani do duhet t'i kap mbrapa flokët që të mos hynë qime në surat. Nice. Vajte sot bleve dhe këtë kremin këtu Fusidin, të cilin më tha ajo vajza që më bëri pastrimin që duhet ta marr për fytyrën time. Është si tip antibiotike për lëkurën kur ke infeksione gjëra kështu. E më tha ta ve sot edhe nesër vetëm te pjesa e shenjave që kam. E mora të kem sepse bëj shpesh herë pastrim, e më tha duhet ta kesh në shtëpi. Thash, okay, super. Edhe tani plani është të pastroj pak sirtaret e mia, të cilat i kam rumuj. Nuk ka asnjë lloj organizimi momentalisht ky sirtari, kështu që duhet ta bëjmë të rregullohen. Kam edhe 1000 produkte të cilat disa i përdor, disa i kam haruar që i kam, sepse i hedh edhe unë kutijet edhe nuk i shoh kur. Edhe këtë dua të bëj për sot, kjo është plani. E të merrem pak me organizimin e dhomës, sepse edhe rrobat e mia janë rumuj, edhe produktet që kam këtu në përsirtare, edhe këpucët i kam aman o zot mos i shikoni. Unë nis 15 parfume bashk edhe nuk i mbaroj kur. Do me thënë, nis njërën, në vend që të mbaroj këtë, nis edhe tjetrën. Edhe pastaj arrim të dyja në të gjysmat edhe nuk i mbaroj. I le kështu. Plus që thoni, se nuk ju kam folur fare për të rejat e mia. Dje në darkë, unë bashkë me motrën pronontuam biletat tona për Shqipëri. Nuk e kishim në plan të shkojmë në Shqipëri, t'ju them të drejten. Rastisi një punë të cilën nuk mundem t'ju flas për këtë punën, por do e kuptoni avash në kohën e duhur, do i shikoni të gjitha. Edhe duheshit të pronontojmë biletat tona që të shkojmë, por me rastin thash perfekte para pushimeve të gushtit, sepse unë do shkoj edhe në gusht me pushime, po thjesht do jetë diku te fundi gushtit, pushimet që do bëj unë. Në një ishull këtu në Greqi, do e shikoni më vonë edhe këta. Edhe thash perfekte, do bëj gjithë gjërat që kam nevojë para pushimeve. I kam dërguar Indritit që të pronontoj takim te Indritit të shkoj të luaj flokët, sepse mezi po prisja të shkoj në Shqipëri thjesht që të bëj këtë gjë, te flokët e mia. Nuk mundem t'i shikoj më kështu, ka ikur edhe ngjyra, disi nuk më pëlqejnë më si duken tani, edhe mezi po prisja ti riluej, sepse këtë të ki që kanë flokët e luera duan mirëmbajtje. Edhe unë që nuk shkoj shumë shpesh në Shqipëri, nuk është gjë kollaj në botë, po okej, e përballojmë. Edhe nuk duhet të shkoj diku tjetër përveç Indritit, sepse kur filloj të shkoj diku edhe më pëlqen puna, nuk dua të rrezikoj të shkoj në një vend tjetër, sidomos për flokët që një gjë gabim të shkoj ikën. Hajde pastaj të fillosh nga fillimi, ti rrisësh, ti mbash të shëndetshme, është shumë procedure gjatë që ta rrezikoj të shkoj diku tjetër, kështu që sigurisht duhet të rikthehem te vendi që ndjem unë e sigurt për flokët e mia dhe shëndetin e tyre. Plus kam pronontuar të shkoj të bëj vetulla edhe qerpikat e mia te Kleas Permanent, që ja kam treguar edhe herë të tjera te kanali. Mezi po pres t'i bëj të ndihem pak më e bukur përsëri. Normali që kemi pronontuar të bëjmë lazerin ton te Klinika Grande që ju kemi treguar, mezi po prisja të shkoj të bëj edhe lazerin, të cilin nuk do bëj në gjithë trupin sepse jam e nxirr momentalisht. Do bëj vetëm te vendet të fshehura bikini dhe sjetulla. Vetëm këto mundemi të bëjmë tani në behar, po të paktën këto ç'a të bëjmë tani? Me që nuk mundemi të gjitha. Edhe për në fund kemi lënë edhe Gjenën, e cila do na pres flokët edhe mua
edhe motrës, kanë nevojë për të ikur këto majra të djegura, kështu që është perfekte. Kjo java do jetë plot takime, edhe do ikë nga Shqipëria e bukur, e kuruar, gati për pushime. Po 300 krembra kam këtu brenda. Plus jam gëzuar sepse motra ime më kishte porositur disa rroba banjo nga Shein. Sepse motra ka bashkëpunim me Sheinin në Itali, ndërkohë që unë nuk kam, sepse Sheini nuk e di pse nuk do të më dërgoj këtu në Greqi, nuk e di çka ka Greqia, po nuk i pëlqen edhe shumë, dhe nuk do të më dërgoj gjëra mua që të bëjmë bashkëpunim. Kështu që më që ka bashkëpunim motra i thash unë do më blesh disa rroba banjo për tani për beharin, sepse ndjem që gjithë rrobat e banjës që kam nuk më rin bukur në trup. Kam një sirtar plot, jo që nuk kam pafund. I shikoj të gjitha dhe duhet t'i hedh në plera sepse ndjem që nuk më shkojnë më. I don't know. Kështu që mezi po pres të marr edhe rrobat e mia të banjës të reja, që t'i marr me vete në pushimet që do shkoj pastaj më vonë. Edhe në përgjithësi do jetë një javë produktive. Do jetë një javë me pak vrap, me pak punka, me pak takime, po si gjithmonë do jetë dali. Kjo kreri ç'a bën të sirtarin tani? Se kam iden fare. Pse ndodhet kjo këtu? Nuk e mbaj mend as ta kem bler këtë, as të ekzistoj ndonjëherë në shtëpi. Është sikur e shikoj për herë të parë. Mos më ka bërë ndonjë njeri magji e më ka vënë te sirtarin. Mos duhet ta hedh. Veti. Edhe tani që e zbraza sirtarin e parë, po shkoj të marr lecka gjërka që ta pastrojmë të gjithën, edhe produktet një nga një, edhe ti organizojmë pak më mirë se sa ishim. Edhe pse e di që për një javë do bën kështu siç ishim. Organizova 3 sirtare, edhe kaq ishte. Kaq ishin fuqitë e mia, edhe dini çfarë nuk më intereson. 3 kisha mundësi sot, 3 bëra, të tjerët nesër. Edhe pastaj pas nesër, edhe pastaj ditën pas nesër. A kuptohet? Avash. S'ka gjë, nuk kemi nevojë të bëjmë të gjitha brenda ditës, në zuri koka, thash ok, do e le. Hangra pak drek shpejt, bëra një sallat me domate kastravec, me pak feta e me pak bukë të thekur. Edhe tani u kujtova, tani që hangra, kujtova që duhet të shkoj poshtë, t'i jap edhe maces të haj. Kemi një mackë të vogël, e cila ri këtu përballë nesh në një parkim, një pallatit, edhe unë që atëherë që kam parë shkoj çdo ditë t'i jap ushqim, edhe kam bler disa t'i kem në shtëpi që t'i jap her pas here, edhe nuk kujtova që nuk kam vajtur sot, kështu që do i çoj këtë. Normale mora edhe ujë që t'i vete pak ujë të ftohtë sepse bën vap edhe sigurt do ketë nevojë për hidratim. Hello. Është mbasdite sa po dola nga shtëpia, kam veshur rrobat e mia atletike. Atëre, plani është, kam një takim tani në orën 5 për masazh. Kam rënduar të bëj një limfatik masazh quhet. Tani në shqip mos më pyesni, nuk e di si ta përkthej. Edhe nuk e di fiks ç'a është. Thjesht e kam parë në TikTok, edhe shumë vajza thonë që ja super vlen të bësh këtë si Unë po shkoj, ku e kam lënë? Andaj e kam lënë makinën. Mirë po shkoj. E kam parë në TikTok desha t'ju them që këtë masazhin e bëjnë shumë gocë dhe thonë që i bën shumë mirë te trupi për qarkullimin e diçka. Nuk e di, realisht nuk e di. Shpresoj të më shpjegoj ajo vajza tani që do më bëj masazhin. Edhe thash pse jo, do e provoj. Kam pronontuar në një dyqan që është këtu afër te shtëpia ime. Të shohim si do shkoj kjo. Edhe kam veshur rroba atletike sepse pastaj do dal për hecje me shokun tim Janin, i cili më tha hajde më merr pastaj sa të mbarosh, kështu që atë do bëj edhe unë. Mbarova me masazhin. Ishte perfekt. Unë mendoja që do më bënin masazh vetëm te barku, po më bërën në gjithë trupin. Po unë kam parë ato vajzat që shkojnë dhe bëjnë vetëm pjesën e barku, domethënë, edhe dalin nga ti pet fare. Sigur s'kan bark pastaj. Mbasi quhet disi ndryshe ajo që kam parë unë, duhet ta kërkoj edhe atë, sepse unë për atë qëllimi i parë ishte ai.
nuk e arritëm, s'ka gjë dhe masazhi që bëra unë ishte shumë i mirë. Më shkruani po dini në Shqipëri atë që them unë. Po u kujtova do vete ndonjë foto që të kuptoni për çfarë kam fjalën. Edhe tani kam erdhur në park me Janin, edhe qëllimi jon për sot është të arrim të bëjmë 10.000 hapa. Nuk e di po do ja dalim, do shohim, por kemi filluar, më pëlqen shumë shëtitjat e parku, sepse ndjem që dal pak nga rrugët të shpifura të Athinës, edhe shikoj pak natyrë të paktën ndërkohë që hec, edhe do shohim si do shkoj. Në përgjithësi dua të fus pak hecjen të rutina ime, sepse kam parë që shumë vajza thonë që i bën shumë mirë te trupi, edhe duhet unë disi ta kem brenda ditës, po nuk bëra 10.000 hapa, për shembull të bëj 5.000, po të bëj. Edhe shikoni çfarë gjetëm këtu. Shikoni çfarë gjetëm këtu, kaprikë, shkreta po në brenda. Gjeta një breshk kështu në mes të rrugës. Prandaj më pëlqen parku. Ti pse i bën ps. Before I met you, love was just a bunch of nonsense. Just another mystery I didn't understand. Was living without it so long that it didn't even feel wrong. Before I met you, love was just another concept. Something unë nuk e besoj dot, thjesht nuk e besoj dot. Nuk mundem ta besoj që është me har, edhe na kapi shiu, po jo shi, nuk ishte shi, ishte breshë. Nuk mundeni të kuptoni në çfarë situatë jam. Nuk mundeni, jo, nuk mundeni të kuptoni në çfarë situatë jam. Kam hyrë brenda në makinë, edhe nuk jam thjesht e lagur, kam 3 kg ujë lart meje, kam 3 kg ujë lart meje. Nuk e di si do e laj këtë makinën pastaj, nuk e besoj dot. Jo, unë thjesht nuk e besoj dot. Ndihesha sikur jetoja një film horror. Hi, jam në palestër, sa mbaruam me Koralin. Me Koralin? Me të gjimnastikime se shëtë. Me stërvitjen ton, e gjeta atë që të shëtem, do të na thuash diçka, se kjo shoqja ime nga kërcimi, nuk ju ka folur kur. Po edhe pse është shqiptare, jam Koralina. Jam 20 vjeç, edhe po kërkoj për bukur. Po kemi ndonjë djalë kështu të bukur të mirë. Jo, se shaka po bëjmë. Se vën nga poshtë. Unë bas shiut që hëngra, që parë në surat, vajta në shtëpi, bëra banjë, unë ndrova edhe erdha në palestër. E kam akoma flokët të lagura. Po erdha. Po. U djerstita shumë. Edhe tani është ora për shtëpi. Bye. A friend of a friend told me you're moving on. Wish I could say I'm surprised, but I'm really not. You were never one for new ones. Couldn't recognize. Përshëndetje nga një ditë të re. Nuk e di, po e shikoni që backgroundi ka ndryshuar. Ndodhem në Shqipëri, jam në Tiranë. Arritën në shtëpi, jam e para kësaj radhe. Shumicën e herëve motra vjen e para, edhe hapën shtëpinë edhe i bën ato punkat e para që unë nuk kam mësuar akoma t'i bëj sepse nuk kam erdhur kur e para në këtë shtëpi. Po ja që më erdhi edhe mua radha, edhe kam t'ju them që unë desh edhe dje t'ju filmoj pak që isha në Athinë, edhe unë blodhëm në darkë me kushurinë, kaluam bukur, po harova fare ta marr kameran me vete, thash s'ka gjë dhe nis sot, thash, në mëngjes vlogun. Ja që sot në mëngjes nuk kisha fare oreks të flas te kamera sepse mua më erdhi cikli edhe u zgjova në mëngjes me një dhimbje barku të papar, nuk mundesha ta kuptoj çfarë po ndodhte. Më dhimbte barku, më dhimbnin kockat, trupi në përgjithësi, ndjesha e kputur gjithë ditën. Pastaj pash që më ka erdhur cikli, thash, okay, super fantastike, normale që do më vi sot që kam rrugë. Normale, pse jo? Why not? Rruga ishte pak e vështirë për mua, them të drejtën, por
rëndësi ka që ja dola, arrita këtu te shtëpia, edhe tani kam dalë te balkoni sepse dua t'i hedh balkonit një ujë të shpejt, të ikë gjithë pluri, gjithë pislëqet që ka tani poshtë. Sa arrita hëngra një sanduiç vajta direkt te baziku, more një sanduiç hëngra pak, edhe tani them të mbaroj me këto punka, të ndroj pak edhe çarçafet këto që duhen bërë, që të mundem pastaj të shtrihem si njeri. Më flit gjumë sepse gjithë natën nuk kam fjetur, nuk e di pse, shikoja vetëm ëndrat e këqija, isha në super stres, edhe nuk e di, nuk e kam kuptuar akoma pse ndodhi kjo. Le ta kalojmë edhe këtë. Edhe thjesht jam e kputur. Atje desha të përfundoj. Motra ime arrin në orën 12:30 natës, më duket, nga ora 1 e natës. Unë me shumë mundësi do flej gjumë në atë orar, por do shkoj kushuriri jonë të marrë nga aeroporti. Unë erdha me taksi që të mos e sjellim kushuririn 2 herë deri në Tiranë, se jeton edhe në Elbasan edhe nuk ja vlen. Kështu që disi kushtu do kaloj dita jonë. Le të fillojmë me punkat. Po, jo, më ka dëgjuar gjithë lagja mendoni ju. Shpresoj jo. Lashnam, mbase. Po, situata ime se shkon vetë edhe më keq në për vlogjet. I keni para të gocat që flen gjumë dhe janë kështu shumë të bukura, shumë estetik. Ndërkohë, si jam unë kur shkoj për gjumë. Kam vënë një krem. Edhe bëra banjë desha të them, mbarova me punkat, lava gjithë shtëpinë, fshiva pak plurat, ndrova çarçafët, vura edhe një lavatriçe, tani për pak do mbaroj, duhet t'i ndej. Në përgjithësi kam punuar sot. Jam lodhur, kam ciklin, duhet të flej gjumë, nuk kam fjetur gjumë as 10, edhe jam e lodhur. Jam e kputur, edhe vazhdoj edhe ri në këmbë. Mezi po prisja ta bëj këtë banjon që sa bëra, atë nxehtësinë që kisha nevojë. I kam vjedhur motrës bizhamkat që i gjeta te sirtari sepse unë nuk mora me vete. Normale, valixhen time e bëra kështu, kot. Dhe brenda gjithmonë kisha mbaruar. Thash, që tjetë, vura brenda, asu nuk e di që kam bërë, nuk e di që kam marrë me vete. Po kanë lidhje ato që kam marrë, po kanë kuptim, nuk e di. Ato që gjeta i mora. Pastaj mbasi mbarova me punkat vajta një xhiro në supermarket. Edhe thash që ju tregoj budallalliqet që mora, sepse gjithmonë budallalliqe marrim, nuk marrim ushqim të vërtet kur vim në Shqipëri, marrim gjëra të cilët duhet i kemi në shtëpi që të mos vdesim. Domethënë kur të më haj diçka, të mundem të haj diçka të gatshme. Njërë këto, kisha nevoj për diçka të ëmbël, ju gocat më kuptoni. Mora këto këtu të cilat janë wafers, edhe unë nuk jam shumë tip që haj çokolata, gjëra të ëmbla, po kur kam ciklin normali që dua diçka të ëmbël, edhe nuk marr çokolata, marr këto për shembull, që janë si tip, është e ëmbël, po e kuptoni. Pastaj kemi patatina, to këtu me ketchup i marr çdo herë që vi në Shqipëri, janë të preferuarat e mia nga patatinat shqiptare. Chipsi, not sponsor, thjesht më pëlqejnë. Pastaj mora 2 bono, përsëri not sponsor, thjesht më pëlqejnë bonot që atëherë që i kam provuar nuk i kam ndruar. Mora një për motrën, një për mua për nesër në mëngjes që të hajmë diçka të shëndet. Ta nisim ditën tonë me gjëra të shëndetshme, kuptoni. Mora edhe një tek pull gjë që është pak e shëndetshme, një kos aktivia, këtë e haj edhe në Greqi edhe me që gjeta thash do e marr, sepse më ka pëlqyer. Më pëlqejnë këto këtu lart, të cilat janë me raspberry, me fruta pylli, nuk e di. Është musli me diçka roz. E kuptoni ju tani? Se kuptoni? Është mic dhe unë, fibre mic dhe unë. Që gjë është kjo? Nuk me intereson, vazhdojmë. Mora një pije energjike. Nuk egzagjerova, sepse këtu në Shqipëri shumicën e herëve dalim jashtë për kafe, kështu që nuk kam nevojë për shumë pije energjike. Po thash ta kem në shtëpi sepse nuk i diet, nesër kam të bëj edhe ditim sepse pas nesër duhet të shikoni ju këtë vlogun tani, shpresoj ta kem postuar në orën e duhur. Do shohim. Kështu që mund të më duhet për energjim. Mora pastaj dashurinë time, të cilën edhe këtë e marr çdo herë që vi në Shqipëri. Mua më pëlqejnë në përgjithësi gjithë pijet që kanë brenda moll jeshile. E adhuroj.
E pi mundem të pi këta me njerë tani. Thjesht për darkë. E do e hap tani, do pi 2 glënçka. Me kisha munguar shumë. Nuk e di pse nuk e kemi në Greqi. Çdo herë më mungon edhe çdo herë them mezi po pres të shkoj në Shqipëri të pi bravo me moll jeshile. Edhe përfundimisht një ujë. Sepse s'kishim ujë në shtëpi edhe na duhej ujë. Edhe këto ishin të gjitha. Tani që hyra të lajm, për shembull pash që na mungonte dhe shampu për trupin, kishin ngelur shumë pak, përdor atë, po nesër duhet me patjetër të marrim. Edhe pash edhe çfarë disa gjëra të tjera që duhet marrim në supermarket, po sot nuk kisha takat, nuk kisha Orex, vajta vetëm për kryesoret, këto ishin kryesoret që ta kuptoni. Fola shumë, edhe mërzit edhe vetën time, kaq shumë sa fola. Ju kam lodhur ju vetë, se unë vetën time lodha tani momentalisht, nuk mundem të më dëgjoj më, edhe po mendoj pastaj që unë do ri të bëj editim edhe të ridigjoj gjithë këtë që thashun tani. E lodhshme. Realisht, jam bërë e lodhshme. Po, nuk mundem të më shoh. Dini qa, them t'ju leun tani, të shtriem, të pi pak brave të shtriem, pastaj të flej gjumë, që të mundem të zjem nesër që fillojmë me takimet tona, edhe do shifemi nesër, mbase, nuk e di, natën.